Marina u zgjua pa pritur, pa e kuptuar pse. Doma ishte e erret, e kete dhe e vetmja dritë vinte nga korridori, duke krigjuar hijet e çuditshme mbi derën gjysmë të hapur. Zemra i rritte fort dhe një gjendje shkëtesuese i apushtoi trupin. Diçka nuk shkonte. Diçka ishte gabim. Ajo u kthye ngadale, duke pare nga ana tjetër e shtratit. Argjani flinte i kete, fryme margja e tij i ngadalte dhe e rregullt. Nuk kishte asnjë zurme të pazakonte, asgjë që të shpjegonte pse u zgjua kaq papritur. Por ajo ngjeu diçka. Ishte ngjeprani. Nuk mund ta shpjegonte, por e dinte me siguri se diçka e kishte zgjuar. Ajri dukej me i rende, atmosfera me i ngjeshur. Ajo ka ndodhur ndonjëherë. Të zgjoheni në mes të nates me gjengjet e çuditshme, gjë parangjenje e forte por pa e ditur arsyen. Ketesja në shtëpi ishte e rende, po tuajse shtipese, Marina ul në shtrat, duke u përpjekur të dëgjonte ndonjë tingull, diçka që mund ta justifikonte atë ngjesi ankti, dhe atëherë ajo dëgjoi. E lehtë, po tuajse e pazeshme, një tingull që vinte nga korridori. Zemra ju shtrengua. Një gerhime, ajo mbajti frymen, duke u përkendruar për të dëgjuar me mire. Nuk ishte një zhurmë e zakonshme, ishte diçka e ulët, por e vazhdueshme. Dhe vinte nga doma e Erionit, një gjendje e ftohtë ju përhapnë të gjithë trupin, gjali i saj. Çfarë po ndodhte? Marina u ngrit në këmbë pa e menduar di herë. Eci zbathur mbi dyshemeni e ftohtë të drurit dhe u drejtua drejt dërës së hapur. Çdo hap që bente, zemra i rritë me fort, dhe atëherë ajo e pa. Keni i tyre Keni, ishte ulur pranë krevatit të Erionit, por ai nuk po flinte, nuk ishte i kete. Ai ishte i palevizur, syte e tij ishte ngulitur mbi krevatin e gjallit. Trupi i tij ishte i tendosur, veshet lart bishti i ngrire. Dukej si një statuje, një rozhe e heshtur në mes të errësirës. Por ajo që e beri Marinën të ngjente një ankth të papërshkrueshëm ishte tingulli që dilte nga fyti i Kenit. Një gerhime e ulet e të le, po tuajse e pazeshme porque nuk ndalej. Keni nuk po lehte, nuk po leviste. Ai vetëm gerhishte. Diçka po ndodhte, ajo eci me hapate kur deshem drejt krevatit. Çfarë mund ta kishte shkëtesuar kaq shumë Kenin? Ajo uli sytë nga gjalli i saj. Erioni flinte i kete, fytyra e tij e pafajshme, gjoksi i tij ngrihej dhe ulej në një ritem të rregullt. Nuk dukej i shkëtesuar. Nuk dukej se po ngjente asgjë të pazakonte. Por atëherë, çfarë po shihte Keni? Marina ndjeu buzët e saj të thaheshin. Keni? Zeri i saj ishte i ulet, po tuajse një peshperitje, Keni nuk reagoi. Ajo provoi përsëri, këtë herë duke e zgjatur dorën për ta prekur. Dhe ishte në atë moment që ai gerhiti me fort. Zurma beri që ajo të dridhej nga koka të këmbet. Keni nuk kishte bere kur diçka të tillë me pare. Asnjë herë, i ngjite këtë kënke kur ishte në gjekelish. Ai ishte gjithmonë i këtë i dashur besnik. Gishte Keni gjithmonë shumë e mbrojtës ndaj Erionit, por kurrë nuk ishte shele kështu. Si të etish nuk largoheshin nga krevati, per çfarë po ruante, ose me kek, nga çfarë po ruante. Tani, zemra e saj duke sikur do të dilte nga kraharori. A Keni pare ndonjë herë, gjeken të reagoje në një mënyrë të çuditshme, pas një arsye të dukshme. A gjuka ndodhur ndonjë herë të Keni një parangjenje të forte, por të mos e dini per çfarë. Marina ngjeu një dëshirë të madhe për të marrë Erionin në krahe dhe për të ikur nga dhoma, por nuk donte të vepronte pa menduar. Ajo mori fryme të helle duke u përpjekur të kete suhej. Ndoshta po e egzageronte, ndoshta ishte thjesht një rastësi, por pastaj ndodhi diçka. Keni u nëngrit në këmbë dhe filloi të gerhigje me fort, këtë herë duke pare në krevatin e Erionit. Marina ngjunjë të ftohtë të madhe në stomak. Ajo ndoki shikimin e Kenit dhe u perkul për të pare poshtë krevatit. Doma ishte e rret, por drita nga korridorin ndriçonte disi hapesiren. Dhe atëherë, ajo e pa, ngjësare, e vogël, e hole, po tuajse e padukshme, por ishte ati në sep të krevatit, në bazen preshdruri. Ajo ngriti vetullat. A kishte Keni gjithmonë ati. Ajo u afrua, duke ngjeren gjengje të çuditshme tensionin e ajer. Dhe pastaj ajo dëgjoi një tingull, i lehtë, i dobët, por absolutisht i vërtetë. Diçka brenda murit. Zemra e saj filloi të rritë me shpejt. Ajo u tërhok mbrapa, duke nxjerrë një frikë të pashpjegëshme. Keni gerhiti edhe me fort. Ai e kishte ditur gjithmonë, Marina u kthye drejt dres.
Arjan, zeri i saj u dëgjua me shumë se sa kishte planifikuar. Burri i saj erdhi me njëherë, ende i përgjumur. Sfare ndodi, ajo tregoj me dore drejt kënit, ende të ngurtësuar, ende të fokusuar të i njëjti vend. Shiko gjate, diçka nuk shkon, Arjani u afrua. Kur pate saren në mur, u perkull per të prekur. Ai kaloi gishterin të mbi të ngritive të lat. Ketu kanë gje bosh leg, eshte si kër, eshte nje hapesire pas murit. Ai mori telefonin dhe ndezidritën e blicit. Dhe ishte atëhere që fytyra e tij ndryshoi. I ngrire, si të e zgjeruar, trupi i palevizur. Marina ngjeu gjakun t'i ftohej në damare. Arjan, ai e geltiti me veshtiresi peshtimen, pastaj e panësi. Dhe ta vetëm një gje, merr Erionin. Tani, Arjan nuk po leviste. Si te e ti gjeshin të zgurduluar, gogja pak e hapur, dhe duarti drideshin tek së mbante celularin, drita e të cilit e ndendrison të sargjën e vogel në drurin e gjepit, duke ish ingrire, Marina në gjuzemren duke i rahur me forse në kraharor, që fare po shihte, pse nuk po fliste. Arjan, zeri i saj doli i ulet, por i mbushur me ankt. Çfarë ishte ajo, ai nuk u përgjigj, vetëm kur ajo i kapi krahun, ai u tërhok ngadale dhe geltiti me veshtiresi, fytyra e tij ishte e shokuar. Merr Erionin. Tani, një dritërime i përshkoj të gjitë trupin, toni i zerit të taj, serioziteti në sita e taj, diçka nuk ishte në rregull. Pa menduar di here, Marina u kthie dhe i mori gjallin në krahe. I vogli vazhdonte të flinte, i pavetëdajshëm për frikën që kishte kapluar prindërit e taj. Por tani, gjumi i tij nuk i jepte asnjë kete si Marinas. Përkundrazi, i bente të dridhej edhe me shume. Nëse diçka e rrezikshme ishte fshehur aty brenda, çfarë mund të kishte ndodhur nëse keni nuk do të ishte aty për ta ruajtur? Ajo e mbajti femigjen me afer vetes. Keni ende këndronte i tendosur, me veshtrimin ngullur në të në gjashtin vend. Çfarë e dinte ai që ata nuk e dinin? Arjan bante celularin lart, por hapin gje hap pas. Marina e vuri reke ai po perpikej të ruante ketesine, por frime margja e tij e shpejte e tradhtoi. Duhet të dalim nga këtu. Zeri i tij ishte i prere, i palekundur. Marina nuk hezitoi. Ajo doli nga doma duke mbashtur Erionin. Me kenin menje here passaggje, kimet e kenit ishin ende të ngritura, diçka e ke fshihej në atë çargje, ajo gjithmonë e kishte menduar se ishte një person racional, nuk besonte në fantazma, në të pangjohuren. Por tani, çdo pjesë e trupit të saj po i thoshte të i largohej. A nuk gjukan ndodhur kur rete ndiheni të pasigurt në shtëpinë tuaj. Të ndjeni sikur diçka nuk ishte ashtu siç duket. Sikur ka diçka që tërke fshihet në koshet ke keni pare këndra here. Ajo hodi si te nga Arjan. Çfarëpe? Ai heshti për një sast, duke kaluar duren mbi fytyre si për të vendosur mendimet e tij në rregull. Nuk e di saktësisht, por levisi. Gjaku ju ngrit. Levisi, ai tundi kokën. Pashe diçka të leviste. E vogël, por e gjalle. Trupi i Marinas u be i akult. Njemi. Arjan ktheu syte nga gjepi, ku ende shihej qarja e vogel në mur. Nuk jam i sigurt. Ai ju përgjigje, ishte me kek se çdo tjetër. Keni vazhdonte të gerhia. Tani, Marina ishte e bindur se nuk ishte thjesht imagjinate. Keni kure nuk ishte sjelle ne atë mënyre. Diçka atje nuk ishte i zakonshme. Dhe pastaj, perça që ajo nuk donte ta bente. Mendon se ishte i rrezikshme, Arjan nuk u përgjigj mëngjehere. Nuk dua të zbuloj vete, Marina shtrengoj gjallin me fort. Keni leshojnë një legje të shkurter, të emprehte. Të di u dridhen, keni nuk po gerhiste me thjesht. Ai tani ishte i shketesuar, e këtë rete rotull. Me si te e tij tere të ngullur në të njajtin vend, Marina në stomakun të shtrengojhi. Duhet të terrasim dike. Arjan tashme kishte marre celularin. Du telefonoj një specialist. Marina i aprovoj me një tungje koke, por diçka brenda saj i thoshte se mund të ishte shumë e vone. Oret që pasuan ishin të ngadalta. Marina nuk u kthie në domene Erionit. I vogli flinte në krahet e saj, por mendja e saj nuk ishte e kete. Dhe nese ajoge ende ishte aqe. Çfarë ishte? Arjan kishte kontaktuar një specialist, i cili do të vinte në mëngjes për të parë nëse ishte ndonjë kafshë apo problem tjetër. Por deri atëherë, ajo dhe Arjan do të rinin zgjuar, duke pritur. Marina hodin një veshtrim nga keni, që vazhdonte të këndronte i tendosur pranë saj dhe Erionit. Ai nuk po mbilte si te, ai e dinte. Çfarë tjetër e dinte që ata nuk mund ta shihnin, minutat kalonin ngadale.
Që do kërcit gje vogël e shtepise, që do frime ke leviz të perdet, ishte e mjaftueshme per të bere atë të dridhej. Po si kur të ishte duke levizur tani, po si kur të dilte nga qargja, po si kur tashme kishte dale, agjon gjeun gje e driteri me ne shtilen kurrizore, ishte po tuaj se katere me ngjesit kur agjo i deg gjoj, nje zurme i dobet, e lehte, kë e vinte nga doma, argjane deg gjoj gjithashtu, ata u pane njeri që trin, shfare do kë ishte atje, po levizte per seri, Marina në gjë gogjen e thate, argjan mori një elektrik dore dhe ungrit, çfare po ben, peshperiti a gjo, duhete e sho, a gjodonte të andalonte, por edinte se nuk mundej, argjan u afrua drejt korridorit, zhurma vazhdonte, e lehte, ritmike, sikur diçka po gervishte, a e mbajti dritën fort në dore dhe shtyuderen nga dale. Dukej njësoj si me pare, por zhurma ende ishte ati, keni nisi të gerhigje per seri, argjan mori frime telle dhe u afrua drejt gjepit, targja dukej me e madhe, Marina e pate hezitonte, të perkulej per të pare me mire, dhe pastaj ndodi, njege doli nga qargja, i shpejte, i irrit, dhe u shdukne e resiren e domis, Marina në ulerimenti njestene fit, keni u hod perpara duke lehur egersisht, argjan u terhok mbrapsht i shokuar, por tani gjithë qka ishte e kete, që fare ishte agjo, që fare kishin pare. Doma dukej in gjejgjte, por ata tani e dinin te vertiten, nuk ishin vetem ati brenda. Te Marina kishte vetem një mendim në koke, nëse agjo doli nga qargja, sa te qiramun të ishin ende atje. Heshqa ke pushtoj, shtepine ishte me e frikshme se shto tingull. Marina në gjente zemren duke i rahurak forca duke e sikur po i gjemon të neveshe. Argjan kendron të nemes të dhomese e rionit. Frime margja e tigje shpeshte, site e zgurduluar të ngullurën e kendin e erret ku agjo gje ishte zdukër. Keni ende gerhinte, portani site e tij leviznin shpesht, sikur po perpikej të e gjente diçka ke ata nuk mund të shinin, qfare ishte agjo. Marina donte të pjeste, por gogja i ishte të rej. Argjan ende mbante driten ndezur, por dora i dridhaj, dukej sikur kishte ngrirej. Agjo shtrengoj erionin me fort. Argjan, qfare bej me tani? Ai nuk u përgjigj, nuk kishte një përgjigje. Ai shikoj nga muri drejt sargjes ke tani i duke gjet hime e madhe. Diçka kishte dale nga ati, gjo ishte e vertete, por çfare dheja kishte me shume. Marina në gjute dridhej nga brenda, po sikur të ishin shperëndare në gjithë të shtapinaj. Po sikur të kishin kene ati prej kohesh, heshqa u ndërprenga një tingulli papritur, diçka ra per toke, keni u hod per para, duke lehur, Marina mbajti frimen, arjan drejtoj driten, por nuk kishte asgje, vetem një kuti e vogël mbi komodinen e erionit këtanin do dhejsh në dishim. Kush e rezui, Marina berin gje haprapa, instinktivisht duke mbrojshtur gjallin. Nuk mund të kendrojshme me ketu, arjan dan gjetun gjithë leta koke, ata dolen nga dalen nga doma pa jandëri sajta e resiris. Qado hap kebenin, Marina en gjent anktin duke u rritur brenda saj. A ishte ende ati brenda duke i vezguar, sapo dolen, argjan e mbili deren pastyre, por a ishte gjo një mbrojqe. Apo tjesht një menyre per te mos pare me qfare ishte brenda. Ajo nuk donte të mendonte per këte. Ata shkuan në domenën dëngjes dhe vetem atëhere Marina e kuptoj ke duart i kishte të eftohta si akull. Keni u ulprane saj, por veshtrimi i tish mbeti i palevizur. Marina panga buri i saj. E pe qfare ishte? Argjan kaloj doren mbi fytyre, duke marre frime të le. Ishte shume e shpeshte, e vogel. Por, nuk dukej simi. Njën gjenje eftote ju perhap në kraharor. Atëhere qfare ishte, argjan nuk foli men gjehere, dhe ajo heshtje ishte edhe me e rende, ishte e madhe, a hezitoj, gjo shume, por kishte një formete e cudichme, nuk duke si një kafshe e zakonshme, gjo nuk e ketesoj as pak Marinen, per kundrazi, ajo shikoj erionin, ende duke fjetur në krahet e saj, po sikur të kishte hipur në krevat. Ishte një mendima kit mërshëm sake i solli një marramendje. Argjan nuk ta asgje, nuk kishte qfare të toshte. Marina hodhi syte peret. Shtepja tani i duke ndryshe, sikur diçka ishte gjashta vendit, sikur kishte diçka të fshehur në ndonjë koshe, duke pritur. Mendon se ka me shumej, argjan u drejtua, a i shikoj nga dera e dhomese erionit, nese kishte një, mund të ketet e gjera, një driteri me i pershkoj kurrizin, qfare duhet te benin. Dhe telefonon indike, porke, kush do t'i besonte?
Pëmi diçka të dilte nga muri dhome se gjallit tone. Kush nuk do t'i kuantet e qmendur. Por ata e dinin çfarë kishin pare. Ata e dinin. Jeni filloi të lehë perseri. Marina u step. Jeni po shikon të drejt korridorit. Gimet e t'i gjishin ngritur serish. Diçka ishte ati. Ose levizi. Arjan mori dritën të e drejtoj përpara. Ski, masin. Shtrengoj fort Erionin në krahe. Nuk mund të vazhdon të keshtu. Diçka nuk ishte në regull me këtë e shtepi. Ab nuk mund të këndroj me këtu. Arjo nuk e dinte se ku do të shkonin. Por zëdau instinkti saj i thashte kë duhej të largoheshin. Për para se të ishte vone. Arjan e pa me si të lodër. Do të presin specialistin. Po sikur të mos arje në kuhe, heshtje. A e dinte se kjo ishte një mundesi. Çfarë do kjo ishte këtu. Dhe ata ishin brenda me të. Marina ull në divan duke u përpjekur të këtë sohej. Por si mund të këtë sohej kur e dinte ke diçka po, fshihej në për muret e shtapize. Po sikur të mos ishte vetëm në mure. Po sikur të ishte këtu tani, i fshehur në erësire. Trupi i saj u të ndos. Arjan shikoj ed hengji, nga deraj domes se Erionit. Dohet të hapim dhe të shohim nëse eshte ende ati. Marina pak. Çfarë? Je i qmendur? Duhet të dim. Por sikur të në hidet siper. Kjo e beri Arjanin të andalonte, por ata e dini që nuk mund të ingjoronin. Marina mori frimejtele. Nëse e bajme këte, e bajme bashke. Arjan tundi koken. Ai mori një shkop fshese të Marina shtrengoj Erionin. Qeni unë grit, ata u drejtuan nga dale drejt koridorit. Kërëm beritan të dera, Marina ndju një të ftotet të pera pyu në gjimtyre. Arjan vuridoren e mbidorezen i deres. Dhe e shtiu nga dale, një tingulli lete kërsi që ju degjua. E resira brenda domes duke edhme e dendur. Marina ndju gjakun t'ingecte në vena. Arjan nëngriti driten dhe ndrisoj të shemene. Askja, ndrisoj murin. Qarja dukeshme e madhe. Ajri ishte renduar. Ka njeri ati. I zeri i Arjanit doli i ulet. Heshtje, dhe pastaj, një tingull. I ulet. Sikur diçka po merë të fryme. Marina ndju një tronditje në trup. Arjan nëngriti me shume dritën. Dhe pastaj, diçka u levis brenda qarjes. Diçka u të rok. Diçka i pa ata me pare. Marina nuk mund të leviste. Arjan hapi gogjen per të folur. Li atëhere pa as një paralajmerim. Ajo doli me vrap. Qeni u hod per para, duke lehur. Por ishte të përvone. Ajo u zduk në erësire. U shkoj, i ka ishte tani? Ata nuk e dinin. Por dhe dinin njegje, nuk ishin me vetem. Paniku pushtoj shtepine. Ajri u be i rende i dendur. Sikur diçka e padukshme po i shtypte kraharorin Marinas. Nuk mund të merë të fryme si shtuhaj. Trupi i saj i teri ishte i ngrire nga frika. Ajo gje ishte zdukur. Por ishte zdukur ku? Zite i Arjanit ishin të zgurduluar të ngullu në erësiren e korridorit. Drita i elektrik shiut i dridej në dore, gërni këndron të i tendosyum. Kimet e trupit të ngritura, duke shele rotull. Duke nu hatur disemene sikur po perpikej të gjente atën. Marina shtrengoj Erionin fort në kraharor. Vimja ende flinte, i pavet të dejshem per rezikun kë leviste në per shtepi. Ajo pa nga Arjani. Çfarë ishte ajo? Buri nuk levize. Lukej sikur menja e tijende po perpikej të kupton të ate ki, sa po kishte ndodhur. Nuk e di. Marina e ndju një të ftote të perhapur në gjymtyre. Po tani, a i shikoj peret, duhet të gjejme. I deja per të kërkuar atë gjene per shtepi, i beri stomakon tim blithau. Po sikur të jetë i rezikshme. Arjani kaloi doren mbi i future, duke mare frimeteli. Neze jeshte, në tashme gjemi brenda mete, një reketje i pershkoj trupin. A kishte të drajte. Ajo gje ishte ende atu. Diku. Duk pare. Duk pritur. A dukan dodur, ndon gje heriten gjeni sikur dikush vezgon. Ed hekur nuk ka as një njeri prane. Se të gjeni pranine e diçka gje, ke nuk mund të shihni. Ishte pikerisht ajo gjengje kë i mbertiu marinen tani. Arjani në deziserish elektrik shiun. Do ta kerkoj. Jo! Zeri sa ishte i prere. Aju këthita shikonte i habitur nga toni i saj. Po sikur të jetë diçka, kë nuk mund të perbalojme. Arjani heshti. Per heret e parej, po e konsideronte me seriositeta të mundesi. Qeni nisi të lehte. Marina u drot. Ai nuk lehte pa arshe. Qeni ishte ullur drajet një pike të shaktuar. Ai e dinte kundo dhe gjajo. Marina ndjo zemrën t'i strengohe. Ati qfare do ke ishte ati. Arjani drejtoj elektrik hiun drejt korridorit. Drita u per plas nepër myret e ereta asje. Por,
Keni nuk e hikte shikimin nga gjëcepi e ret. Një hapesi reku drita me zi arrinte. Arjani e drejtoj dritën atje. Qafare e prisnin të shihnin. Diçka kjo zvarritejsh, një hi e ke lëviste, askje. Por frika nuk është duk. Nëse nuk ishte atje, atë here ku ishte. Keni nisi të herje perseri. Arjani e që ngadale për para. Marina e kapi per dore. Mos shko. Aje panësi. Nëse nuk zbuloj me qfare jeshte, nuk do të fleme me kurene e kete shtëpi. Gjo e din të ky e kishte të drejte, por kjo nuk e bente me pak të frikshme. Arjani u afrua. Drita e tij dritej mbi mure, mbi disheme, mbi tavan, dhe pastaj një tingull i ullet. Këvinte nga lartë, një eftote ju perhap në trup. Arjani ngadale ngriti elektriksion dhe epa. Marina epa fitiren e tij të ndryshonte, si te ju hape. Frime Marja Jundal, dhe pastaj papritur, u tërhok mbrapa me vrull. Bramej të tins vraponi. Marina nuk mendoj, desht vrapoj. Gjoj strengoj, e rionin fort në kraharor, dhe vrapoj drejterës. Qeni ingjiti pas, duke lahur pa pushim. Por prasit e arrit, diçka ran nga tavani, një gjur me rende e mbitur. Arjani u tërhok mbrapa, duke u rezuar. Marina të koke. Dhe epa diçka e eret, e vogel, por zhurëk e vogel sa njemi, e shpejte. A gjo nuk mundi të shihte karte. Por in gjau friken, Arjani kapin një karigedhe e hori drejt saj. Zhurma e drurit kë per plasej mbi dishe me zhehuan e dhome. Por, aske, që faredo ka ishte tashme ishte zdukur per seri. Prime Marja i Marina zishte i renduar. Tropi saj podridej. Fare ishte, Arjani nuk mund të pergjigjel, a i veshtroj dishe mene. Pastaj muret, pastaj tavanin. Por nuk ishte me askje, os me sakte, ende ishte ati porku. Marina ndjeu panikun të rritej brenda saj. Dohete dalim nga shtepja. Arjani e panësiu, dhe me në fund, pranoi, a i kapichelesat. Mer erionin, mer kenin, polargohemi. Marina tashme e kishte gjallin në krahi. Por para se të mund të leviznin, dritat filuan tendizën dhe të fiken. Per një sekonde, vetëm një, por mjafto i ke një reket jeti per shkon të gjitë trupin. Energia elektrike kure nuk kishte destuar në kete shtepi, kuri. Por tani, pikërish tani, dritat u ndezën dhe u fiken serish, dhe ne ate momente shkurter e resir. Marina e pa, gjoj e dinte ke diçka levizi në koshen e dhomes. Jahije, një siluete, por kur drita u katje, nuk kishte askje. Ajo hodhisi te nga Arjani. Aje kishte pare gjithashtu, shikimi i ti i toshte gjithçka. Po, aje kishte pare, ata du heshin të larho heshin men gjehere. Me pritur me, Marina vrapoj draj deres. Arjani pasaj, gjo e kapi dorezen dhe i terhoki. Nuk u hap, ajo provoj perseri. E njejta ge, e mbyllur. Si ishte e mundur, ata nuk e kishin kyqur deren. Arjani provoj me forse, as gje, Marina në gju frimentin dalej. Ishte si kur diçka nuk pojlin të largoheshin. Keni nisi të lehu i e gersuar, dhe pastaj një që të zhurme erdhi nga koridori. Marina njeu trupin tim pake. Ata ishin të blokuar, dhe nuk ishin me vetem. Doreza e deres nuk leviste. Marina e të roki me gjith e forsin, për duart e sa ishte gjersitura reskiznin, më mbi metalin eftota. Nuk hapej. Arjani provoj gjithashtu. Nuk shtyre me gjith e peshen e trupit, as gjej dera ishte blokuar. Ose me kek, diçka po e mbante te e mbilur nga ana tjetër. Geni nisi të lehe fort, dhembet e tij të zbuluar. Duke herhi e drejt e resires se koridorit, trupi Marina su mbush me të dridhura. Qfare pondotte? Si mund të ishte diraj këqur, kur disa minuta me pare ishte e hapur. E gjërin e shtepi ube me i rende, me i dendur. Si kur diçka e padushme po i mbiste hapesiren. Ajo shikoj Arjanin, a ishte izbehti. Muskujt e në fules se tishte të ndosur, frime Marja e shpejte. A djente të njajten gje. Ajo gje ishte ende ketu, diku. Ndoshta në koridor, ndoshta në tavan, ndoshta pikerisht pastyre. Marina nuk donte te shikonte. Por duhej, gjukan dodhur ndonjë here ai e gjengje, i quditshme. Sikur nëse këten koke do të shihni diçka atë gje, duke gju vezguar. Ajo mori frime telle, dhe gjukti, as gje, por kjo nuk do të toshti se ishin vetem. Irioni në flintën e krahet e saj i pavetedaj shem per ateke pondot të rrethtaj. Geni u hot per paradegarit edhe me fort. Këte here tingulli erdhi nga koridori. Një gjurme e letej, një kësitje e vogël.
sikur diçka po leviste. Marina ndjeu gjunjët ti drideshin. Arjani drejtoj elektriks hiun drejt korridorit. Drita u drothin mbi mure, asgje, dhe pastaj ndodhi. Një tingull. I bute ingadalte, si diçka që po gervishte dishemene. Marina shtrengoj Erionin me forde uterhok pas, dhe risa në gjuderen e mbyllur pas shpines. Argjani e mbajti driten e drejtuar për para, dhe ate here, ata pane. Diçka e vogel e shpejte kalojnë per koridor dhe ushduk në e resirej. Nuk ishte me, nuk ishte insekt. Ishte diçka tjetër. Marina ndjeu gjakun të ikte nga fityra. Geni u ull, duke geritur me fort, sikur ishte gati për te sulmuar. Çfarë ishte ajo? Be zeri i saj mezidoli. Argjani nuk foli, sepse nuk e dinte. Ai vetëm gelti ti peshte mend dhe mbajti fort dritën. Argjan mos, ai ju këtrin nga Marina. Nese nuk e zbuloj me çfarë e eshte, si do të dalim prej ketu, a gjo donte ti tështi se nuk ishte rëndësi. Se ata vetëm duhejta iknin, por si mund të largoheshin, kur nuk e dinin çfarë po i priste ne e resire. Dhe tani, a gjo gji e dinte kjo ata e kishin pare. Marina ndjeu frime Marian ti nga dalesohej. Po sikur të ishte duk pritur? Po sikur, në ate moment, ta ishte ullur në gjë e cep, duke i vezguar. A kenin gjeren donjë here ate në gjësine e frikshme, sikur ka diçka ati edhe kur nuk mund të shini. Kenin isi të lehte për seri, dhe kete here, tingulli ju për gjigjë. Një dridje e lete, një gjurme e zbete për twajse një peshperitje, këvinte nga brenda murit. Marina ngrit doren e mbi buzet e saj. Argjani ndali frime Marian, dhe ate here a i e kuptoj, a i e dërgjoj. Që fare do kjo ishte brenda murev. A ju afruan nga dale dhe mbeshtet i veshin në bidrurin e vjeter të shtepise. Fityra i taj ndryshoj me njëherej. A ju tërhok pas. Ka diçka ketu brenda. Marina në gjunje të ftote në gjoks. Gjare, aje pa izbete. Nuk e di. Por eshte gjale. Tingulli u shtua si një gervishtja. Bortani me i shpejte. Qeni lehu me gersi. Dhe pastaj zhurma undal, heshtje. Askje. Argjani kapin një karigete e hodhi dret murit. Druri u drod, si te u zduken. Heshtja u rikthje, por ata tani e dinin, nuk ishte imaginate, nuk ishte frike e pakuptimte. Ishte e vërtete, dhe agjo ende ishte ati. Duk u efshehur, duk pritur. Argjani kapi doren e Marinas. Duhet e largo hemi tani. Marina vrapoj drejt deres, por agjo ende nuk hapej. Geni lehte, duke vrapuar rotul i shketesuar. Argjani hodhi site drejt dritares, e vetëm rrugë dalje. Ai kapi një karigje dhe ingriti më mbi koke. Mbylli site, Marina e largoj fytyrën dhe mbuloj Erionin. Zërma i shamit keu kopetu e pushtoj domen. Ajri i nates hyri brenda, Argjani shkeli kopat e shamit tudgjem. Dilni! Marina dolje para, en gjueren i ftojte në lekuri, por prasete dilte plotesisht a gjoe pa. Brenda shtepise në eresiren e domes. Një figure. Engrire, pa fytyre, pa forme të karte, duke i vezguar. Ajo e njeu, a gjogje nuk donte ke ata te largoheshin, por ishte të pervone. Arjani u hod nga dritarja pas saj, duke terhe kyre dhe kenin, ata rane mbi toke, duke marre frime me mundim. Marina shikoj nga shtapja, dritarja e ti reflekton të vete me resirej. Nuk kishte asgje, asnje levizje, asnje tingull, por ajo endindient, dhe edinte ke nuk kishte përfunduar. Motori makineske monte në e resiren e nates. Argjani shtipi gazin pa e kthe koken pas, duarte tishten ngurtë rreth timonit. Në që te geshta të bardha nga forsa, Marina këndronte në sediljen e pasagjerit, duke marre fryme me veshti rezi, duke shtrenguar Erionin ag forsa duat pojdemlin. Këni ishte në sediljen e pasme, i shkëtesuar, ende duke gerhitur butë. Aje dinte. Ata nuk ishin shpetuar ende, por a kishte rendesi? I rendesisme ishte ke ata dolen pregjati, ose të pakten keshtu mendonin. Rruga ishte bosh, vetëm resirat e higjet e pemive ke lekundeshin me Iran. Heshtja për te makines ishte e kunderta e kausit kejende, strengon të zemrat e tyrën. Marina hodi si te nga Argjani. Në nuk mund të të hemi me kurre ati, ai nuk foli, vetëm vazhdoj të shikon të perpara i televizur. Marina u këtje dhe shikoj pas, për mes samit të pasme. Shtepja tashme nuk shihejme,
por kjo nuk e kete sonte as pak. A gjukën do të hërën do nxeherajt të nxeni si kur dikush gjun gjek, edhe kur nuk shihni asgjëm, sepse pikerisht ashtu nxehe gjadotani, si nese diçka ishte me tane makine, si nese nuk e kishin lene pas. Argjani vazhdoj të e vëziste përmes rrugës se i rejt, dritat e makines ndriçonin asfaltin e plasaritur, por e rezira i përpiu se do gje pastiru. Marina u mundu atë kete sonte fryme marjen, e rioni ende flinte, e nuk kishte asnjë ide se çfarë kishin lene pas. Por pse ndodhi kjo? Çfarë ishte ajo gjë? Dhe ishte hera e pare që ajo i kishte vezguar. Shtëpia ishte e vjetër. Vite dekada histori të fshehura mes mureve të saj. Sa njerëz kishin gjetuar aty para tyre? A kishin mundur të largoheshin në kohë? Apo mos vale? Ajo i mbajti atë. Qeni nisi të lehte. Marina u këtje për të pare. Zemra ju ndal. Argjan, zeri i saj ishte vesh një peshperitje, e hodhin gjesi në pas kirën e pas mete në të njëjtin sast, shtipi gazin me fort. Sepse tani ata e dinin. Rruga nuk ishte me bosh, në të pikërisht në mes të asfaltit, nriquar nga feneret e makines. Këndrën të një figure, e pale vizur, i ret, pa forme të karte, por ata e dinin çfarë ishte. Argjani nuk ndaloj, nuk mëndej. Mjeti u drejtu a drejt asaj, dhe pastaj Teshtus duk. Marina vuri dorën e mbigoj. Trupi i saj drithej. Nuk kishte mbetur pas. Ishte ende me ta. Argjani mori frymetel. Dhe mos shiko pas. Por si te mos shikonte. Si te mos ngjente kjo diçka ishte me tane makine. Drita të kytetit u shfaqen në distanse. Per herët e pare Marina ngjunje lehtësim të vogël. Ata ishin larguar. Por a ishin larguar mjaftu e shem. Mjeti hiri në një rruget e vogël ku ndodhej një hotel i vjetër. Ejta nuk do të heshin mi një ati shtepi.Ësenç here, Argjani parkoj dhe fik motorin. Heshtja pushtoj gjithçka. Por heshtja nuk jeshte kurrë një shëngje e mire. A shikoj Marinen. A gjo nuk kishte nevojë të piste aski. Ne ser marim sende tona de largohemi nga ki qytet. Po shtepja, Argjani uli shikimin. Të tambazha që ke ishte ati brenda. Marina mbajti erionin fort dhe doli nga makina. Era i ftot in natesi a goditi fytyrën, por nuk ishte ajo që i skaktoi, dritjen e trupit. Ishte ndjesja, e njëjta ndjesi. Ajo që kishte ngjere brenda asaj shtepi. Ajo që kishte ngjere kur ajo gje i vezgonte nga errësira. E gjo mori fryme telle dhe shikoj peret. Asgje, por kjo nuk të te, doshte kjo ishte vetem. Marina dhe Argjani hi në hotel. Por parasitem bilte dere pasej, ajo hodi edhengje herësiten nga rruga. Dhe atë herë e pa, atje prane një shtylle elektrike. Diçka u lekund, nga dale, po tuajse e padukshme. Por ishte aty, një teftoti e në gjune palse. Ajo nuk ishte zëdukur, dhe esht po priste, dhe pastaj, brenda një sekonde, u gjluk, por Marina e dinte të vërtetën. Ajo nuk ishte zdukur kurreme të vërteti. Dhe esht ishte duke pritur. Momentin e duhur për të këthjer. A mendoni se kjo histori përfundoj ketu. Apo mos vale, ishte vetem fillimi. Nëse doni të dini çfarë ndodhi me pas, e bonohuni në kanal dhe në Disney njoftimet. Nuk do të doni të hambisni atë kivjen me pas.